Dje nga jetimorja janë helmuar 7 fëmijë, cilët janë shtruar në spital. Edhe ju jeni furnizuesja kryesore. Ndodhemi këtu në vendngjarje, siç e shikoni, policia ka rrethuar zonën dhe po përpiqet t'i bindi banonët të braktisë shtëpitë e tyre. Në gjakun e tij janë gjetur gjurmë të ngjashme me Viagra, por më e fuqishme. Mua ndante hallet me tjerë të qefe. Unë kam punë, kam familje, kam karrierë, që ti për disa klikime më shumë të lajmi do të bëj hedhë në erë. U zot sa të pa shpirt që jeni. Kura pe për të fund? Në sëmajmë. Shqipëria erdhi në agun e diktaturës si një vend kryesisht konservator. Për të patur kontrollin e shoqërisë, diktatura më së pari duhet të kontrollonte familjen. Emancipimi i gruas në shoqëri u dha në këmbim të shërbimit që ajo duhet të ofronte për të zbatuar vijën e partisë edhe brenda familjes. Në shumë raste, antarët e saj përgjonin ore çast veprimet e njëri tjetrit, të gatshëm për t'i dorëzuar në pjatë partisë armikun që ishte rrezik për vendin. Dhe kështu lindi përgjudnimi i madh i marrëdhënieve në familje, i tjetërsimit të ndjenjave në funksion të një mekanizmi barbar që kontrollonte qenien njeri në ndjenjat e tij më sublime. Familje të tëra që duhet të paguanin haraçin e gabimeve të vogla, që binin pre këtij rrjeti ku, nëse nuk raportoje edhe për njeriu tënd të afërt, ishe bashkpunëtor me armikun. Hipokrizia preku edhe fëmijët, të cilët pësuan trauma kur mësuan që nëna spiononte babain, sepse në rini të saj kishte tentuar të arratisej me ish të dashurin dhe për ta larë këtë gabim, duhej të spiononte burrin me të cilin krijoi familje. Sot, hipokrizia është trashëguar në familje në emër të mbijetesës dhe pushteti, një lloj si dikur, ka të njëjtin ndikim mbi familjen. Kafen, të lutem, kafen. Nuk i dojë do të marë. Ata vetëm zihen me njëri tjetrin. Nuk e kuptoj se çfarë çifte janë. Unë duke para ata në atë shtëpi, jo më që nuk dua të shohim, pas nuk dua të bëjmë se ata nuk do më tan kur. Po kur? Do bësh si unë? Po, më mirë se ty, sa të jem si ata. Po jam. Ti do ta gjesh një djalë të mirë, ndoshta, ku i dihet. Shiko, se kam marrë për të kërkuar diçka. Sueca. Mua më duhen ca lekë. Do t'i sjell. Do marr një shtëpi me qira, do ta rregulloj veten time, edhe pastaj do t'i rikthem shkollës, do ta mendoj edhe atë. Se lekë këtu. Nuk e di. Se kam menduar se lekë. Të marrësh me qira, të dalësh vajzë e pavarur dhe nuk e di sa lekë të duhen. Ta nuk e kam menduar akoma. Në gjash për detajës. Familjen nuk e zgjedhin. Në qëllon. Familje që kam që të zgjedhin. Edhe unë jam zënë me mamën tënd, jam zënë me ti me modë. Sa shumë. As tash nuk shkojmë mirë. Si jemi njësoj, që do t'i bëjmë? Po në fund ditës, të ata më shtete, me thejnësh. E rëndësishme është tani të marrosh shkollën, lëri këto. Kam për shumë mungese. Nuk kam qenë as në shkollë dhe tani më kërkojnë prindrit. Duan që t'ja sjell në zyrë drejtoreshës, po. Ka sjell të. Ata duan të përshtojnë.
Pastaj. Se mos duan t'ja din ata për mua. Fika cigare ti. Sidoqoftë duhet të lajmëroj dhe prindin. Besoj është hera e fundet që e fuse me një krizë të tillë. Ajo është adoleshente, një gjendje e tillë është normal. Shkolla e mesme nuk është me detyrim. Besoj është sqaruar. Ju bëni detyrën tuaj duke i qëndruar pranë. Mos gjeni rrugën më të shkurtër. Dikni më. Gjela duke të Të më thëmë, në të për kërëtën kërë. Faleminderit të marti. Ja, sa Shkam të më. Emi. Si e? Kush erdhën, përshëndetje. Ç'është bukuroshe? Që është mbesim? Pra ky është ylli që do të rrisim, mrekullia vetë, edhe depozita quhet Rising Star. Siç është edhe vetë vajza. Në lek apo në euro? Në lek. Ndojshim lek. Shuma minimale e harjes llogarisë është 5.000 lekë. Juve sa do t'jellni? 50.000. Faleminderit. Faleminderit juve gjithsesi për çfarëdo lloj pyetje që të kesh, unë jam gjithmonë këtu. Përshëndetje. Përshëndetje. Këto janë firmat që kanë marrë pjesë në tender. Po, dhe këto dokumente do t'i gjeni dhe online. Po projekte? Projekti do të shpallet kur dalë fituesi. Po firmat që kanë marrë pjesë në tender nuk kanë paraqitur projekt. Po, kanë paraqitur edhe një projekt, por ajo do të dalë kur të shpallet fituesi. Dhe është konfidenciale. Konfidencial? Po. Kur bëhet fjalë për para publike? Po mirë, atëherë nëse se nuk është shpallur fituesi, pse u kërkohet banorëve të liçenit i braktisnin shtëpi? Që mos u mbasin kohë pra. Një ditë projekti do të shpallet, dakor? A ka mundësi mos filmosh tu? A ka mundësi të lutem të më thosh në kamera ato që tu fare nuk lejohet. Të lutem. Të lutem. A ka mundësi dalësh për jashtë? Jo, asgjë, dua të dili për jashtë. A ka mundësi dilni për jashtë? Sotri, a ka mundësi të më ktheni Fare zon. Agim, mi nxirr çik për jashtë ato dy. Po ti mos e ka fituar. Mos e pretenduar më sot. Mos e fituar. E komë sot nisë në media atje. Ka mundësi. Lëre se sikon. Si është puna? Kërkojnë informacion për projektin e liçenit dhe sapo u hapash. Kaq. Zoti Leka, ju lutem, mund të më jepni një intervistë? Po patjetër, do t'japim një intervistë, por kur t'jetë momenti. Madje që tani jeni të ftuar që të merrni pjesë në prezantimin e projektit do t'jetë fantastik. Vetëm nuk mund të digjet me një intervistë rutinë. Përse po i nxirrni banorët e liçenit nga shtëpitë e tyre? Nuk po i nxjerr unë, po i nxjerr ligji. Ligji thotë se një objekt shembet vetëm atëherë kur ka një fitues dhe është shpallur projekti. Ju e keni paravendosur fituesin. Kështu të ka thënë pronari yt. Ju lutem, mund të përgjigjeni pyetjes sime? Po zonja Ruçi, do t'i përgjigjem të gjitha pyetjeve vetëm në momentin e duhur.
Jemi? O Nina, Që e pak se çfarë lajmi kam gjetur a tani sa nuk e gjetët, më thuaj. Kam një video bomb fal. Çfarë? Sigurova një kamera të shenjtë që mendoj që do bëj nami. Dërsa mua më futi lajt. Po ajo kuçka dëgjoj çfarë kishte sot. Ku di unë nëse mos e ndan me të tjerët ajo ama. Nëse më duket se do jem unë lajmi i parë. Po i ka se më doli Ana, më doli Ana. Okej, paqim. Flasim kur të vite redaksia. U lodhe? Ja. Mirë dole se? Fut. Bravo. Gjike, do i thua Shtonit ka në studio parë se do të i thuaj Spiros se kam të vi më një herë, edhe çunat e teknikës, edhe zërit, edhe kamerës janë gati. Çfarë Tonit? Po, më thuaj si shpuna? Duhet të kryej disa shpenzime për smundjen e babit edhe kam nevojë për lekë. Kuptoj. Merri këto për pak ditë bëhet rruga. Nuk po të kërkoj lekët e xhepit, dua rrogën time. Tash për pak ditë bëhet rruga. Po për pak ditë janë bërë muaj, ku ti thoni pak ditë ju? Po më shoh them. Po kush më thoi? Këtë pyes. E kuptoj, prandaj them, merri këto. Për pak ditë bëhet rruga. Njoftoni kur vi rroga ime me që nga punë ditësh. Shumica e banorëve të liçenit nuk ishin të shpronësuar. IKMT kishte dorëzuar një shkresë tek policia e shtetit, e cila nuk kishte vulën, por vetëm firmën e kryetares. Nga dëshmitë e banorëve të zonës, atyre u ishte premtuar çpronësimi me çmimin e tregut të pronave të tyre, por që në fund nuk u realizua. Madje sipas tyre, pronat e tyre janë vlerësuar me 1/3 e çmimit aktual. Për më tepër, banesat e tyre po prishen pa u vendosur ende fituesi i tenderit dhe përjedhoi pa dalë leja e ndërtimit për projektin e liçenit. Me vlerë minimale. Pas përplasjes që ndodhi me policinë e shtetit, ne shkuam në bashki dhe intervistuam drejtorin e urbanistikës, i cili u shpreh jashtë kamerave se urdhri për prishjen e banesave u nxor thjesht dhe vetëm për të kursyer kohën, pasi në çdo rast fituesi i tenderit do të vendoset shpejt. Por një logjikë e tillë është një shkelje flagrante e ligjit. Të njëjtën kërkesë i drejtuam edhe kryetarit të bashkisë dhe përgjigjja e tij ishte kjo. Nuk po i nxjerr unë banorët, po i nxjerr ligji. Sipas burimeve që kemi siguruar me dokumenta, procedura e tenderit është shkelur. Në ditët në vijim, ne do të kontaktojmë kompanitë, të cilat morën pjesë në tender dhe do t'i njihemi me aktivitetin e tyre të mëparshëm. Stop. Alo? Okej. Lëre një herë këtë, vazhdo me këtë tjera. Vazhdo pastaj.
Dëgjoni, Nina. Ti nuk do ta nxjerrësh sot intervistën time. Në rregull? Se bëra nga mundja ime. Më thanë këta të redaksisë që të bëja lajmin e jetimores. Mos nxjerr intervistën. Emrin tim dhe të kompanisë. Po është shumë vonë se në redaksi e dim. Të paktën vetëm disa ditë sa të marr masa. Nuk të kushton asgjë, Nina. Mund të të nevojiten. Zonja drejtoresh, juve më herët e keni mohuar faktin që në spital janë shtruar fëmijë nga institucioni juaj. Në shtëpinë e fëmijës intervistuam drejtoreshën e institucionit e cila fillimisht mohoi faktin që 7 fëmijë të institucionit që ajo drejton të ishin helmuar. Pasi ne u interesuam në urgjencën e pediatrisë, morëm informacionin nga mjekët që fëmijët kanë pësuar helmim, i cili mund të ketë ardhur nga përdorimi i ujit të ndotur. Ne intervistuam disa prej fëmijëve, të cilët pranuan që shpesh kur i merr etja pinë nga rubinetat e konviktit të tyre, pasi institucioni nuk u siguron gjithmonë ujë të paketuar. Që të hash buk? Më ngram. Që të hash buk, bëha? Hajde. A ishin shtrenjtë të ilaçit? Jo, nuk ishin. Sa të mërshme është. E din që do vdesësh edhe pret. Nuk të lejmë vdesësh për më. Po nuk desha të lija vetëm ty, se tash i po të lejmë vetëm të dy. Që ke këto muhabetet e më? Pash nuk lejmë të vdesësh.
Preferi. Jo. Fatma, çfarë ke? Fatma, çfarë ke? Që ishte ai studimi që kishe publikuar në gazetat atë. Qa studim? Studimi që kishe publikuar sot për gazetaj, nuk e di. Se pyet? Po të pyes pas sepse më kishe thënë që nuk kishte asgjë personalet. S'ka aty asgjë personal. Nuk ka aty asgjë personal. Kështë shkuar aty se si mund të ndihet një fëmijë që gjen në dyshekun e vet letrën e spionimit që mamaja ka përgatitur për t'jatin, të cilën do të dorëzonte punojësit sigurimet. Kush ta ka thënë këtë? Ti. Për ta kam thënë unë. Është personale kjo? Jo. Është historia ime. Këtë gjë e din vetëm unë e ti. Sa histori tilla ka ky vend. A nuk unë gope që e nëzive jetën gjatë gjithë jetës sa ishte gjallë. Edhe tani që ka vdekur. Unë i nëzive jetën? Ti e nëzive jetën. Tani që ka vdekur, ti të një gjithë pësh. Unë e nëzive jetën. Mami jote ishte shenjtore. A e kupton se për kë po flasë? Flasën për atë që t'ka për kokën. Edhe babi ta bën kokën. Sigurisht, edhe babi, pa tjetër. Po mami? Apo të vinte kokës ajo, ha? Sot sa e likë që e. Po shumë mirë, më mirë që është e likë si unë, se sa ti është si ty, që lanë gjithë ditën për e këte burit. Unë beta pas burit. Po ti mas kujt me të. Ti ke pasu një herë burë në jetën tënde. Ke pasu një herë burë. Ke pasu një herë burë. Mami janë ishte spione. Do të thotë kriminali. Kriminali. Prandaj u bësi bish kur ndrua sistemi. Maman nuk donte që unë shkoja në gravurie në 19. Asnjëherë s'm ka dashur. Më ka bërë mua fajtore për lirinë e saj, për humbjen e dashurisë së saj të madhe. E rekrutoj sigurimi pas martesë. Ndryshe do të akuzonin për tentativa ratisje me ish të dashur. Qa faj kisha unë? Qa faj kisha unë? Babi e tinte. Është I vetmi që më ka dashur.
Ana? Ana? E kam çuar nga mami. Mendova që të rinim bashkë sot. Përsëri e marrë me Vasjanin dhe bashkim? Po ti përsëri me këtë modret? Po unë mendova që e kuptove. Edhe unë mendoj që e ke kuptuar që po bëj punën. Huzura me Ramizin. A i tha që jap kronikës rëndësi më shumë se ç'duhet. Sigurisht justifikime. Filloi prapa ai. Mos u shqetëso për atë. Po të them që më hoqen nga puna. E kupton apo jo? Do gjejmë një gjë tjetër. Mos u shqetëso. Do ulesh tash diçka. Nuk më hahet. Nuk e kuptoj pse duhet të ngelem unë pa punë vetëm e vetëm që ti të çosh në fund të sedrën tënde të smur. Seriozisht e ke? Tani ose nuk e kupton realitetin ku jetojmë, ose t'janë errur syt. Ti e kupton që rroj gjithë ditën me frikë? Rroj me frikë se ti mund të bësh apo të thuash diçka. Nuk vazhdohet më kështu. Dhe ja erdhi dita që të më heqin nga puna për shkakun tënd. Unë mendoj që ne të dy për këtë parime u lidhëm bashkë apo jo? Po, Gentiana, nuk rrohet me parime. Nuk ushqehet fëmia me parime. Nuk ti paguajnë parimet kredinë e shtëpisë. Më hoqën nga puna sikur t'isha leck. Dhe këpa mua që kam gjithë to vite punë mbi supe. Çfarë ke ndërmarrësh? Nuk do të kërkoja kur të hiqet dorë nga ajo që të do. Po nuk vazhdo më kështu. Të kam dashuruar për forcën që ti ke. Dhe kam menduar që forca jote do të ishte baza e familjes tonë të lumtur. Po pikërisht forca jote që po na kthehet kundër. Kam nevojë të reflektoj. Edhe ti ke nevojë të reflektosh. Kam filluar një punë që nuk do të pëlqej. Më vjen shumë keq. Kohën gjithmonë lëvizën. Gentiana, ishte surprizë e këndshme. Cila? Pse nuk the që Ylli do të fillonte punë bashkë? Edhe çfarë pozicioni? Drejtori marrëdhës me publikun. Beta pa fjalë kur tash i meni sot mëngjes. Uri me.
Po, ti e vonë, merr Landin edhe tipun edhe nisu për njërë në bashki tani. Dakord? Më falë, çfarë do të shkojmë në bashki? A jeton me jullin, ti se po më çudit. Jo, për momentin. Nuk e dija, kërkoj ndjes. Bashkia tani sapo prezanton projektin e madh ndërtimit të liçeni. Shkoj atëherë. Kishte që tjetër? Jo, jemi në rregull. Po, në rregull, ditë të mbarë. Kemi të mbarë edhe ti. Lani, mirë, rresht I fundit. Po. Se lutem kamerat rresht I fundit. Përshëndetje, kalu. Se erdhët. Kamerat rresht I fundit. Se erdhët. Rresht I pari I liri, lutem. Frankie. Faleminderit. Rresht I pari I liri, lutem. Kamerat fund. Përshëndetje, mirë se erdhët. Për pak më minuta do fillojmë prezantimin e projektit më të ri të Bashkisë Tiranës, që është Parku I Drejtësisë. Dhe për këtë ftoj kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Pasjan Leka. Faleminderit. Bazë të ligjit të informimit dhe të konsultimeve publike, ne u takuam me banorët e zonës liçenit dhe më në fund, pas bisedimeve të shumta edhe ata që ishin kundra këtij projekti madhështor, duke I shpjeguar rëndësinë e tij, ne eram dakord për të filluar puna. Dhe më në shumë në detaj, do doja të ftoja përfaqësuesin e studios arkitekturore shumë prestigjioze të Burb Ingerman, zotin Laert Vërdovima. Faleminderit. Përshëndetje. Parku I Drejtësisë është zhvilluar në territorin përreth liçenit. Ideja bazë ka qenë në shfrytëzimi minimal të pronave përreth saj. Ky është konturi ku do zhvillohet projekti. Koncepti bazë I këtij projekti është ura lise midis brigjeve të liçenit, në cilat ura lise zhvillohen ndërtesat me zyra, me ambiente rekreacionale. Gjithashtu, I gjithë projekti është I zhvilluar në mënyrë të tillë që të integrohet me ambientin përreth, në mënyrë natyrore. Terracat e gjelbëruara të këtij projekti janë zhvilluar në mënyrë të tillë që të integrohet me ambientin përreth. I gjithë parku ndahet në 5 godina, 800.000 metra katror. Këto 800.000 metra katror ndahen në 60% ambiente publike, 40% cilat I kalojnë privatit për shfrytëzime rekreacionale. Fantastike, një projekt I cili në total do të kushtoj 980 milion euro, nga të cilat bashkia do të investoj vetëm 100 milion euro. Dhe më pas do të jetë një bashkëpunim I frytshëm, partneritet publik-privat që do të vazhdoj dhe do të ketë rëndësinë e tij për Parkun e Ri të Drejtësisë. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Pyetje, ju lutem. Zoti Leka. Gendiana Ruçi nga Era Televizion. Po. Në videoprojektor shohim disa pjesë të liçenit që janë tharë. Ku janë tharë? Ku shihni? Të lutem shumë. Në videoprojektor duket liçeni I copëzuar, por e marrë në sipërfaqe, ajo është shtuar, pra liçeni do të jetë I shtuar në projektin e ri të Parkut të Drejtësisë. Faleminderit. 100 milion euro nga buxheti I bashkisë për këtë projekt, ndërkohë që qyteti nuk ka ende ujë.
I gjithë projekti madhështor kushton 980 milion euro, nga të cilat bashkia do të financojë thjesht 100 milion euro. Zoti Leka, a jeni në djeni se firma që ka fituar tenderin është krijuar vetëm një muaj përpara shpalljes së tij, ndërkohë firma konkurruese nuk ka paraqitur asnjë projekt? Firma që ka fituar projektin e liçenit është partnere kryesore e një firme prestigjioze amerikane. Për të mos përmendur këtu edhe arkitektin, atë të cilin e kërkon gjithë bota, kryeqytetet më të rëndësishme të botës e duan një projekt të tillë dhe ai ka zgjedhur pikërisht qytetin ton, Tiranën. Ai është i famshmi Burb Ingerman. Tani të lutem, sepse kemi edhe kolegë të tjerë këtu, të cilët kanë nevojë për përgjigjet e tyre. Po patjetër, mund të vazhdoni. Të falenderoj. Parku i drejtë. Po sepse Tirana, Shqipëria, vendi ynë ka nevojë për një drejtësi të re dhe ne po u afrojmë këtë. Po. Ju falenderit, e shoh që keni shumë interes sepse është një projekt madhështor. Jeni të mirëpritur me pyetjet tuaja dhe informacion të drejtoheni te kolegu juaj Ylli, i cili do t'ju ndihmojë më shumë. Ndërkohë unë jam këtu në bashki për çdo paqartësi që të keni. Faleminderit shumë. Faleminderit. Zoti kryetar. Alo. Angenta. Nina. Po. Si është emrin Angela? Kush është Angela? Ajo modelja që është administratore e kompanisë ushqimeve. Kompanisë ushqimeve, ç'a kompanie? Të ushqimeve që u helmuan fëmijët e hetimore, sa e udhtohesh edhe ti? Më duket se Meta. Okej. Rrofsh. Ç'a do duhet? Flasim kur të vinë në redaksi. Okej. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e? Mirë, faleminderit. Këtu duhesh zhvillojmë intervistën? Po, këtu. Ambitoni. Deri kom tuaj. Më thuaj kur ti është gati. Gati? Fillojmë? Po. Zonju Shmeta, ju jeni fituese e tenderit për punimet tek liçeni. Ndërkohë kompania juaj ka vetëm një muaj që është hapur. Sa eksperiencë keni ju si drejtuese? Ju besoj e njihni kompaninë amerikane që është partnere me ne këtë projekt. Po arkitektin Burb Ingerman, e njihni? Jo, nuk e njoh. Pres informacion nga ju. Mirë, atëherë po e shtroj ndryshe pyetjen. Çfarë veprash ka kompania amerikane që është partnere me ju në tender? Mund të kërkoni në internet? Sa kompani drejtoni ju? Janë disa. Vazhdoni ende të jeni në krye të kompanisë që u helmua fëmijët e jetimores? Ai ishte një mashtrim i televizionit tuaj, në rregull? Nuk u provua në asnjë moment që ato u helmuan nga ushqimet. Mos ke ardhur edhe ti të kapësh në i lek, si ajo shoqja jote? Cila shoqë? Hajde mos bëni si të pafajshme tani. Ajo pra që kujton se është super gazetare. Nuk po i përgjigjeni pyetjes time. Vazhdoni të qëndroni në krye të saj. Po, vazhdoj të qëndroj ende. Dhe kompania jon nuk furnizon vetëm Shqipërinë, por edhe Ballkanin perëndimor. Sa për informacion. Faleminderit. Ju uroj punë të mbarë. Gjithashtu. Më duke se e kaluan. Kaluan? Po.
Nesër, merë Markës. Me mikin e në E pash. Jo. Së shmë poshtë. S'kan as numër. Që të një? Markës. Jo në fund, Markës krash. Ja këtu nga një. Këtu para është. Mirëmëngjes. Më falni, çfarë numri keni ju? Mirë, Bia, mirë. Ti si e zemër? Faleminderit. Çfarë numri ka apartamenti juaj? Ah, numri. Po, numri është 23. Po, 23. Këtu është Elia e Red Construction. Po ç'është kjo më bi? Zyr është në Nazyr. Po çfarë thua më i çu? Që zyrë? Kjo është pia ime. E me kë banoni ju këtu? Vetëm, Bia, vetëm. Djali iku në Itali. E mori nusja me vete. Edhe më lanë kështu. Fillikat vetëm. Si e ka emrin djali? Përparime ka. Përparim Sefa? Përparim Sefa jemi neve. Përparim Sefa është djali jem. E paç me jetë. Po ku punon përparimi? Përparimi punon është kështu si biqim roje në një pallat është, po. Pa ti unë më i bije. Mirë. Juve pse po pyesni kaq shumë për djalin? Mos mi ka ndodhur gjë djalit, më jam. Jo, qetësohu, të lutem, nuk i ka ndodhur asgjë. Unë thjesht doja një informacion, prandaj kam ardhur t'ju pyes. Po ç'është ky informacion? Na duhet tek puna. Juve jeni ata të emisionit që dilni në televizor, Do të më bëj ndonjë surprizë djali mua. Shpirti nëna, se më ka marrë malli shumë. Më ka marrë malli për nipin, për mbesën. Kam shumë se një vit që nuk i kam parë. Se kështu, në telefon kemi folur, ne po edhe s'merremi vesh aq mirë. E shumë të drejtë, po ne nuk jemi ata të emisionit, jemi këtu për disa gjëra të tjera. Prandaj na fal shumë për shqetësimin. S'ka gjë. Qofsh mirë. Hajde, faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Thank you.